Rrjetet sociale po luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në promovimin e destinacioneve turistike. Gjirokastra po tërheqë gjithnjë më shumë të huaj, të cilët ma gjepsen nga pamjet dhe videot e shpërndara në platforma si Facebook, Instagram dhe TikTok. Një shembull i këtij ndikimi është çifti italian Giorgia Paterno dhe Salvo Farana. Ata panë për herë të parë Gjirokastrën në një postim në Facebook, ku u mahnitën nga pamjet e kalas dhe arkitekturës unike të qytetit. Pa u menduar gjatë, vendosën ta përfshin Gjirokastrën në itinerarin e tyre të udhëtimit. E pam për herë të parë Gjirokastrën në rrjetet sociale dhe ishim të mahnitur nga bukuria e saj. Tani që e vizituam, jemi edhe më shumë të impresionuar. Ne jemi nga Italia dhe e pam Gjirokastrën në Facebook përmes fotografive. Na pëlqeu shumë dhe vendosëm ta vizitonim. Pas vizitës, çifti u shpreh i entuziazmuar nga mikpritja, ushqimi tradicional dhe atmosfera e veçantë që ofron qyteti. Përveç bukurisë së qytetit, na pëlqeu shumë kultura dhe traditat që ishin të pranishme në çdo cep. Ushqimi ishte i shijshëm dhe i veçantë. Mikpritja që na ofruan ishte jashtëzakonshme dhe ushqimi tradicional ishte një përvojë e paharrueshme. Ata treguan se ndihen të lumtur që rrjetet sociale u dhanë mundësinë të njihnin një vend kaq të veçantë. Gjirokastra vazhdon kështu të fitojë zemrat e vizitorëve nga e gjithë bota, falë fuqisë së imazhit dhe përhapjes së tij në internet.